Jemi në fazën kur regresioni individual, pra si një term psikodinamik që përdoret në psikiatri, ka filluar që të bëhet i rëndësishëm edhe në skenën shoqërore dhe skenën politike. Pra, kur veçoritë individuale psikologjike të liderit fillojnë me qenë dominante dhe me orientu masën. Dhe këto zhvillime çojnë në drejtim të shoqërive autoritare, pra liderëve autoritarë, të cilët e humbin kufinin ndërmjet zhvillimeve të brendshme psikologjike, individuale dhe përgjegjësisë shoqërore, kolektive që e kanë. Ju e tregua disa shembuj kur liderët politik kanë pas fuqi që ta tejkalojnë vetën dhe në një mënyrë të gjejnë zgjidhjet më të përshtatshme që kanë qenë të mira për qytetarët, për popullin, për një kauzë më të lartë. Sot kauza më e mirë për popullin barazohet me kauzën individuale, atë që mendon personalisht që është e mirë, ajo duhet bëhet, e jo ajo që është një sublimim i interesave të përgjithshme rreth një çështje. Dhe kjo është një qartë, një shenjë e regresionit në nivelin politik dhe një humbje e aftësisë së kompromisit politik, humbje e aftësisë së komunikimit dhe dialogut. Pra ka bisedë, muj me fol me ty nëse ti pajtohesh me mua. Nëse pajtohesh, unë kam të qenë shumë i afërt me ty. Dhe nëse nuk pajtohesh, s'kam çka bisedoj. Do thotë në politikë, sjelljet e tilla nuk kanë qenë veçori, posaçërisht jo për politikën kosovare në periudhën e kaluar. Pra de facto jemi të shku mrapa në aspektin e leadershipit politik, vlerave të leadershipit politik, jemi të shku mrapa. Qose kujtojmë me vitet ju i përmendet Rambuje, nuk përkthehen edhe 10 vite më herët, periudhën e okupimit, kur leadershipi politik ka gjetë fuqi të tilla të bashkimit në një lëvizje paçore për hir të një kauze më të madhe. Pra, atëherë individi ka qenë në shërbim të mirës së përgjithshme dhe një unifikimi të veprimit politik. Sot individi është shkaktar i një bllokimi dhe përçamje ndërmjet subjekteve politike. Pra, për 25 vite, 30 vite kemi shku mrapa.